Natyrisht do flasim edhe një herë për sa i përket grevës që ka nisur pak ditë më parë të linjes së transportit të autobusëve Podujev-Prishtinë. Këtë radhë do shikojmë në një tjetër sy, në një tjetër kënd nga ana e komunës. Pikërisht kemi në lidhje të drejt për drejt Donat Lushakun, zëdhënës i komunës Prishtinës. Unë dua ta përshëndes në këto momente dhe ta falenderoj që ka gjetur kohë të jetë me ne. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Faleminderit për mundësinë dhe ftesën. Mirëmëngjesi edhe juve. Është një problem që edhe neve po na shqetëson, nuk e di sa po ju shqetëson juve të komunës. Megjithatë, natyrisht ka shumë probleme që ju shqetësojnë edhe neve na shqetësojnë si qytetar. Ka disa ditë që vazhdon kjo greva. Më thuaj pak ku është ky ngjerçi mes komunës në aspektin natyrisht ju si zyrtar të komunës dhe mes atyre që janë në këtë grevë, konkretisht shoferët e kësaj linje. Po, realisht është një lloj ngërçi, si se thatë edhe jo, që është shkaktuar që disa ditë si pasojë protestës së linjës së autobusëve Podujev e që zbarkojnë në Prishtinë. Dhe kësaj për të qenë korrekt dhe për të mos kriju standarde të dyfishta, Komuna e Prishtinës ka marrë një vendim i cili ndalon pra hyrjen në qytet për të mos e ngarku trafikun, nga se njësoj veprohet edhe me qytetet e tjera, qofshin ato pra si Prizreni, Vushtreja, Mitrovica, Gjelani, Ferizaj, e kështu me radhë. Njëjtë është vepruar edhe me rastin e Podevës. Vetëm se më herët nuk ka pasur një aktivizim të komunës në këtë aspekt, por duke parë që kemi një ngarkesë të madhe të trafikut urban dhe duke parë që po pengohet procesi lëvizjes së linjës për disa stacione në Prishtinë, kryesisht tek kajt e Xhamia Llapit, atëherë kemi vendosur që të ndalojmë pra në një farë forme qasjen në qytet nga se po ngarkohet tej mase, sepse fundja edhe për qasjen në qytet edhe për marrjen e pasagjerëve pra shfrytëzuesve të transportit urban është trafik urban dhe linja urbane dhe jo ato ndërurbane, dhe kësaj brenda kompetencave tona komunale dhe ligjore kemi vepruar duke nxjerrur këtë vendim. Po, ndërsa nga ana e tyre që janë në këtë grevë, konkretisht nga kryetari i shoqatës së linjes së Podujev-Prishtinë, thuat që nuk i pëlqen vendi që është caktuar nga ana e komunës për arsye të largësisë. Ku është të caktuar sipas jush, ku është vendosur që ata duhet të parkojnë, të marrin ose të sjellin udhëtar? Po tash realisht komuna është kompetente për të vendosur këto hapësira dhe këtu ka pasur një përzgjedhje të kompetencave të ministrisë, e cila nga një takim që ka pasur këshilltari kryetarit me kompetentët kanë theksuar se komuna në secilin variant dhe secilin kohë ka të drejtë që të ndërhyjë në kuptimin e caktimit të lokacioneve saj përket hapësirave që ajo i menaxhon, pra rrugëve që ajo i menaxhon. Dhe kësaj ne kemi vendosur që të ketë një stacion diku në hyrje pra të Prishtinës, ende pa hyrje në Prishtinë, të vazhdohet pastaj të shfrytëzohen rrugë alternative siç janë ato magjistrale për të kaluar tek stacioni autobusëve. Dhe siç kalojnë pra gjitha linja tjera, pastaj të zhvillohet krejt natyrshëm trafiku. Gjithashtu është diskutuar për një opsion tjetër, të cilin e kam propozuar edhe nga shoqata, që e kemi marrë në trajtim dhe shqyrtim, por nuk është vendosur, që ka qenë që të zbarkojnë tek të lëshojnë nga kodra të rrimave, të vazhdojnë pastaj nga Ministria e Shëndetësisë, tek rrethit e ambasadës amerikane, të përfundohet në stacionin e autobusëve, që është disi më logjikshme, por që vendimin që kemi marrë, pra ne nuk tërhiqemi nga ky vendim, sepse konsiderojmë që është i lehtëshëm, i drejtë dhe nuk e dëmton pra trafikun në qytetin e Prishtinës. Për më tepër, dje kemi marrë një vendim tjetër, kryetari Roma ka vendosur që gjithë qytetarët cilët vinë nga qytete tjera të kenë një biletë integruar falas për lëvizje në Prishtinë, që po mendojmë që është një prej opsioneve që mund ta liroj dukshëm trafikun në Prishtinë dhe në farë forme kanë edhe një përsi, madje një farë diskriminimi pozitiv që është bërë nga
pra për qytetarët e shteteve tjera, sepse duhet të gjejmë forma që ta lirojmë trafikun dhe një prej tyre që është momentale është kjo me vendimin që është marrë dje. Unë kam një pyetje gjithmonë me këtë ngerqen që ne përdorëm edhe si fjalë. Në fakt, nëse është një fjalë që duhet të përdoret natyrisht në këtë çështje. Ministria ka ndërhyrë. Ju keni komunikim me ministrinë pasi ata edhe ballafaqohen me një deklaratë të ministrisë që ministria i ka dhënë leje aty për të parkuar, për të pasur stacionin. A keni ju kontakte me ministrinë dhe çfarë thuhet? Po, ne kemi kontakte me ministrinë dhe ne në raportin themi ligjor ose të kompetencave kemi këtë të drejtë. Pra sepse komuna ka dhe kompetenca vetanake dhe një të tjera është organizimi i trafikut urban, pra brenda qytetit, dhe në këtë rast ministria nuk ka si themi tagër ligjor që ashtu quajmë të përzihet në punët e komunës, por që duhet ketë një check and balances, një parim të kontrollit dhe balancës mes marrjes së vendimeve, dhe kësaj në këtë aspekt ne kemi plotësuar gjitha kriteret, qoftë të organizimit trafikut urban, të linjave dhe kësaj edhe të këtij vendimi. Sigurisht se do të tentojmë që prapë të komunikojmë me ministrinë nëse është e nevojshme dhe e mundshme, por përreth kësaj nga takimi para prak që kemi pasur, edhe nga vetë ministria, aty kam pranuar që komuna në secilin rrethon kohë dhe mundësi hapësirë mund të intervenoj pa ndonjë problem sa i përket caktimit të lokacioneve, ani pse të njëjtit e kanë caktuar një lokacion të tillë, nuk do të thotë që vendimi i tyre ka qenë i drejtë, sepse nuk është ataku, por që ne nuk kemi pasur në asnjë variant të marrjes së vendimit, në asnjë dispozit dhe themi arsyetimin e vendimit nuk kemi përzinë në kompetencat që i ka ministria, por kemi qëndruar në kompetencat tona që i kemi vetanake dhe mbi bazën e tyre kemi vepruar. Fundja kjo është e mirë për trafikun në Prishtinë, për qytetarët e Prishtinës dhe të gjithë shumica e kanë pritur mjaft mirë këtë vendim, përveç shoqatës në fjalë për autobusëve të linjës po 2 Prishtinë që mirë kuptohen nga se ata punojnë me këtë punë dhe sigurojnë mbjetesën, por kanë mundësi prapë që të vazhdojnë të punojnë pa pengesa, vetë se nuk mund të hyjnë nëpër qytet dhe të marrin pasagerët të tjerë linjave të trafikut urban, sepse as nuk është korrekt edhe as e drejtë, madje as e lehtëshme. Ajo që ne duam, prandaj dhe pyesim, është të kemi vërtet një trafik të mirë menaxhuar në kryeqytetin, që të gjithë duan të vinë, në qoftë me makinë, në qoftë edhe pa makinë, prandaj dhe pyesim, por a do keni ndonjë takim tjetër me përfaqësuesit e shoqatës ku pritet që të mos shohim të paktën greva ose të mos shohim edhe autobus të zgjidhet një herë mirë edhe problemi i tyre. Do keni ndonjë takim së shpejti? Po më shpresoj që me marrjen e këtij vendimi dje tashmë edhe qytetarët e kanë kuptuar që komuna ka menduar edhe për qytetarët e komunave tjera, pra kryeqyteti, komuna e Prishtinës ka menduar për qytetarët e komunave tjera, madje kjo do ta lehtësoj dukshëm ndaj trafikut, nga se nëse do të përdoret në këtë formë do të kemi një çështje më të lehtë në kryeqytet, ndërsa sa i përket pyetjes tënde, konsideroj që ne kemi shtrirur shumicën e takimeve me protestuesit, por nëse do të ketë vazhdim të protestës, po shpresoj larg asaj ndonjë eskalim të mos ndodh, ndoshta do të ketë edhe ndonjë takim të radhës, por që deri tash nuk ka pasur ndonjë caktim të ndonjë takimi tjetër, sepse janë bërë takime paraprake para se të merret vendime, dhe kësaj mendojmë që është shtrirur mundësia ndonjë takimi të radhës, përveç se nëse kryetari vendos ndryshe. Pak më parë, cekët edhe një deklaratë dhe natyrisht në rrjetet sociale kemi parë që ka postuar kryetari për këtë lajmin e mirë që ne kemi quajtur për gjithë ata që udhëtojnë dhe shkojnë në stacionin e autobusave apo në vend ku duhet të zbresin, vinë nga të tjera qytete dhe mund të udhëtojnë falas brenda për brenda duke përdorur urbanët në kryeqytet. Kur do të nisë kjo apo ka nisur? Po realisht me marrjen e vendimit, me nënshkrimin e tij ai ka hyrë në fuqi dhe njëjti mund të aplikohet më një herë. Mund të aplikohet më një herë.
Faleminderit shumë Donato, uroj punë të mbarë, faleminderit për këtë sqarime. Donim të kishim edhe anën natyrisht tjetër të medaljes, nëse mund ta quajmë kështu, nga ana e komunës. Faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit, për ju çdo të mirë, punë të mbarë.